Ke firmosur nga ministra Belinda Balluku. Apo jo, Marsit. Marsit. Me ty e kam. Po, falë se po lexoj dokumentin, po. Po lërë për dokumentin ja ku e ke në foto. Çfarë po thua? Jo, nuk po them gjë, është ky dokumenti po thot Anëri. Për këtë po flasim. Kjo është çështja. Kështu që në këtë kontekst mendoj që kjo ka dy këndvështrime të ndryshme. E para është te pyetjet që më lindin mua, e para është fakti që a është ky një problem vetëm midis biznesmenëve apo po tentohet tashmë zotit Pacolli me pushtetin politik që Rama së bashku me zonjën Balluku ti marri nëpërmjet njerëzve të vet aksionet zotit Pacolli. Po. Në gjithë këtë shikoj edhe pse kam ulumtuar dhe nuk kam gjetur burim të parave ruse, kanë tentuar domethënë të hidhet në opinionin publik imazh duke qenë se historia e zotit Pacolli është shumë e lidhur me Rusin për shkak se ai ka qenë një nga investitorët apo rindërtimit që pasi të jepnin koncesionin e vijës. Nuk është se këto përben tash fakt të ri. Po them po idhen si tymnaj, nuk kam gjetur asnjë fakt thash që ta përfshin në aeroportin me parat ruse deri në këto momente. Pavarësisht se zoti Pacolli ka drejtjet e veta të shkuarës që lidhen me financimet apo restaurimet në Kremlin. Po. Zoti Pacolli është munduar gjithë të ditë të tregoj që se si ai investon nga një shtet në një shtet tjetër dhe është gjithkohës në udhëtime dhe këta që janë biznesmen shqiptar nuk mund të krahasohen me atë. Dhe në gjithë të panoramë Marsi duke mos pasur shumë paqartësi sepse dhe zoti Pacolli po flet me simbolika. Ndërkohë vetë qeveria nuk po flet fare. Zoti Valon shpreh shumë pak. Na 2% dalin 48, pastaj thonë na e marr 98, që është kjo çmenduria se duhet të jesh edhe njëri biznesit i kuptosh këto. Dhe i ligjit. Dhe po kuptohet biznesi dhe ligjit, se ajo vazhdon në kontekst. Po duhet të jesh marrë gjithmonë me shkresa dhe me dokumenta për të evidentuar. Kështu që në këtë kontekst, në gjithë të panoramë, shikojmë që është gati një po të them si akoma nuk arrit dot të di deri ku është lufta e biznesmenëve dhe ku është lufta politike. Që ka një mishmash aty, një përplasje interesash shumë ndaja ja bën mu. Por faktin që zoti Pacolli luan triqe mos e kput. Faktin që nga ana tjetër askush nuk nga pjesa e mazhorancës nuk shpret, kam akoma të paqartë se çfarë po ndodh brenda atit aeroporti i cili nuk të lë njeri të filmosh, nuk lë njeri të shikosh se çfarë ndodh, mendohet që janë shumë pak punëtorë që po punojnë, por këto pikpyetje kam në këtë këndvështrim me shoh. Nuk ka një këndvështrim që mund ta shikoj përveç atë që ç'pun ka shteti përpos interesit publik gjasme për para ruse, se këta kur duan këta i sulmojnë paratë ruse, kur zduan këta, i legjitimojnë dhe i pranojnë dhe bëjnë biznes me to. Si rastet e paradisporta të ruse, do të thosh? Po të gjitha rastet bashkë, s'po ecë fare, nuk pe kap një nga një, se po t'i kap një nga një bën shumë. Problemi i tyre është, dhe janë po këta individ, janë po këta njerëz që i dinë shumë mirë, qa lidhjesh kanë, kë klient kanë, se si ushtrojnë presion. Pra, po të them, miqi këto Luko, Luka, Puka, Muka, Ademi, këto janë emra kot, këto janë prestanome dhe janë si thuash, nën kontraktor të emrave tjerë. Pra, që përmes një përplasje biznesi ka hyrë shteti dhe të aty ku mendohet se duhet shteti të ishte stabilizues ose paqëtues i kësaj kontrate, se për të fjalë për investim publik, me interes jashtëzakonshëm publik, por dhe një investim jashtëzakonshëm ose i madh sa i përket aspektit financiar, unë besoj se zonja Balluku të jetë më e kujdesshme sa i përket qasjes saj minimalisht me bizneset. Sepse nuk do mos sot nesër do i bi, si thaj, do bi në një unë lesh. Se ti mund të aprovosh me njëri, mund të aprovosh me tjetrin nëpërmjet konjunkturave tua, po siç kemi dëgjuar thash dhe njëra biznesmenin e Tecit, që shumë i njohur, ai që është edhe Sallame, aty i kishin kërkuar përqindje.
kishte investuar 5-6 milion euro për një tec, dhe nga ana tjetër i kërkonin na bëj shteti aksioner. Kur them shteti këta që gjirojnë edhe sot, më kupton. Pra dikush bën investimin dhe këtu te kjo pjesa nuk bëhet fjalë, nuk është luftë për biznesesh, kuotash që ai takojnë njërit apo tjetrit, kur vetë ministria përmes një firme dhe voli është shprehur qartë se ku t'i takojnë. Po. Këtu I cili është veprim ligjor, i detyrueshëm, të gjithë ngërçet, ne kemi pa kudo. Mund vjen keq që nuk i shef Ermali, i shef në çdo vend, po këtu nuk i shef. Sepse mund t'i shikojmë te pallatet që ku shkon për të marrë një leje, nuk ta japin. Jo pallate flas për ndërtuar, po për banesa. Për gjëra më minimale nuk ta japin, po nuk derru shfet. Shkon të marrësh, ku dëgjoj, një X në hipotek, kërkon të marrësh punën tënde, nuk ta japin. Sepse janë po të njëjtat konjunktura, po të njerëz të afërt të qeverisë, klientë qeverisë, me lidhje kriminale, klientët po dhe klientët me qeverinë me krimin, këtu është bërë një shtet i cili nuk desha të thoja shtet kriminal. Por është një shtet i cili kërkon të miel gjithmonë individin ose pronarin e pronës, pronarin e biznesit dhe përmes asaj, përmes parave, investimit që bëjnë, ti shive në logjik, pjesa më e madhe e investimeve që bëhen, gjithse kushtet të japi koneve, për i pallat do japësh 20% që në shkollë. Është rregull i pashkruar. Po që funksionon. Jo 20% e taksave që duhet të japësh për të marrë lejen, po flas të japësh 20% që ka parë që në fillim që të marrësh lejen. Pastaj ta fusin ta. Po është rregull i pashkruar, po që po. Kështu që si puna e statutave të vendeve common law. Po fiks ta. Un besoj se këtu nuk është qëllimi